Aktoria e njohur Gresa Gashi ka lënë për pak kohë angazhimet e përditshme në Kosovë për të udhëtuar drejt Sharm el Sheikh. Dhe kësaj radhe ka një arsye të fortë. Ndonse destinacioni njihet për pushime luksoze, Gresa fillimisht ka shkuar për punë dhe përfaqësim dinjitoz. Ajo është e ftuar speciale në edicionin e 9 të Sharm el Sheikh International Theatre Festival for Youth. Përmes një postimi zyrtar, Gresa është shprehur tejet e nderuar që po përfaqëson Kosovën në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore ndërkombëtare. Por, siç thot populli, puna e mbar, me qejf të mbar. Aktoria nuk e ka lëshuar rastin për të shijuar rrezet e diellit dhe detin e mrekullueshëm të Egjiptit. Në disa foto që ka ndarë me ndjekësit, Gresa duket në formë të shkëlqyer fizike, duke pozuar me bikini leopard në ujërat e kristalta, ndërsa e ka cilësuar këtë eksperiencë si një përrallë egjiptiane. Nga tapeti i kuqe deri tek netët magjike në Farsha Lounge, duket se Gresa po di ta kombinojë më së miri karrierën me kënaqësinë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.